Absolutely. Nuk ka problem fare, jam tërësisht dakord me juve për sa i përket rendit. Atëherë, i nderuar kryetari i Gjykatës së Lartë, zoti Sadushi, i nderuar kryetar Rusi, i nderuar zonja Bogdani, zoti Pratola, mirë se keni ardhur në Tiranë. Të nderuar gjyqtar dhe prokuror, të dashur koleg nga projekti BE-ja për drejtësinë, si edhe të dashur pjesëmarrës. Së pari më lejoni t'ju uroj gëzuar vitin e ri. Në fakt po përgatitesha dje për konferencën dhe po mendoja që mbaroj viti 2025 me një konferencë në cilën mora pjesë për drejtësinë, ishte takimi i përbashkët i këshillave dhe vitin e ri po e filloi përsëri me një aktivitet për drejtësinë. Nuk besoj që është rastësi, pasi tregon se sa shumë drejtësia dhe sidomos edhe dhënia efikase e drejtësisë është në thelb të procesit të antarësimit të Shqipërisë në BE dhe përrjedhoi një prioritet kyç i qartë i mandatit tim. Konferenca e sotme vendos edhe tonin për vitin që do të kemi përpara, një vit me një fokus të fortë tek shteti së drejtës, tek avancimi dhe konsolidimi i reformës në drejtësi, si edhe mbështetja për të gjithë institucionet e drejtësisë, përfshirë këtu natyrisht Gjykatën e Lartë dhe, siç e theksova edhe përpara disa ditësh kur bëra një vizitë në gjykatë për kryetaren e re, por në gjykatën pra kushtetuese. Dhe tema e konferencës së sotme është si thelbësore ashtu edhe vendimtare, pasi lidhet me një çështje shumë konkrete për të gjithë qytetarët shqiptar, me cilësinë dhe efikasitetin e drejtësisë. E parë, edhe nga këndvështrimi i parafrimit me legjislacionin dhe standardet e BE-s, por edhe sa i përket rolit së Gjykatës së Lartë dhe se si këto të dyja mund të ndihmojnë edhe parafrimin me BE-n, orientimin pra të Shqipërisë. Dëshiroj ta filloj këtë fjalë duke u shprehur së pari për faktin që kuptoj tërësisht për sfidat dhe përballjen që kanë gjyqtarët me të gjitha nivelet e gjykatave, pra me këto sfida, si edhe mbështetjen që ne dëshirojmë t'u japim në këtë kontekst. E di që nuk është e lehtë që të punosh nën trysni, nën presion, me një stok të madh dhe gjithnjë në rritje çështjesh, ndërkohë që duhet të merren masat pra për të siguruar një cilësi e lartë e drejtësisë. Megjithatë, ashtu siç e kam thënë edhe më parë, është gjithashtu e qartë edhe që këto sfida tashmë kërkojnë veprime vendimtare nga të dyja këshillat. Para së gjithash, përmes rritjes së nivelit të personelit në të gjitha gjykatat. E thënë thjesht, na duhen më shumë gjyqtar, na duhen më shumë prokuror, të mbështetur nga një numër i mjaftueshëm këshilltarësh ligjor dhe asistentësh ligjor. Si hap fillestar, të gjitha vendet e lira duhet të plotësohen. Kjo do të thotë që këshillat duhet të vijojnë shumë shpejt me vlerësimet dhe emrimet e nevojshme. Dhe nuk ka kohë për të humbur, kjo është shumë e qartë. Nëse është e nevojshme dhe duke u bazuar tek një vlerësim i besueshëm i ngarkesës së punës, numrat duhet të rriten për të mbështetur më shumë gjyqtarët në punën e tyre të përditshme. Është shumë e thjeshtë prapë. Gjykata, duke patur të gjithë gjyqtarët në detyrë me një numër të mjaftueshëm asistentësh ligjor, funksionojnë më mirë. Dhe Gjykata e Lartë është një shembull i qartë i kësaj çështje. Këshilltarët ligjor janë një element thelbësor për të garantuar cilësinë drejtësisë, kërkimin e shëndosh juridik, si dhe përdorimin efektiv dhe zbatimin efektiv të së drejtës së BE-s. Prandaj, një provim i veçantë për këshilltarët ligjor është i rëndësishëm, kurrikula të dedikuara trajnimi, trajnime të mirë planifikuara dhe të vazhdueshme, si edhe masa të tjera të mundshme motivuese, të cilat të gjitha pra kanë qenë një kërkesë kyçe nga ana jonë dhe duhet të shqyrtohen me përparësi, pasi kjo është thelbësore për ruajtjen dhe suksesin e reformës në drejtësi, si edhe për të siguruar mbështetjen e qytetarëve shqiptar ndaj saj, sepse kjo në fund të fundit është thelbësore. Që në muajin janar pritet që të dy këshillat të kryejnë një vlerësim të detajuar të numrit të gjyqtarëve dhe të këshilltarëve që duhet të pranojë shkolla e magjistraturës, duke marrë parasysh nevojën për të reduktuar në mënyrë dramatike pra dhe këtë stok kaq të madh të çështjeve, nevojën për të promovuar specializim më të madh të gjyqtarëve, si edhe nevojën për të krijuar hapësirë edhe për më shumë delegime. Dhe kjo është vendimtare, prandaj duhet bërë ky lloj vlerësimi.
Por ekziston edhe një element tjetër kyç që duhet të merret parasysh sot në këto diskutime, duke patur parasysh faktin që Shqipëria synon të bëjë shtet antar i BE-s dhe ka patur ecuri në këtë drejtim. Dhe kjo çështje ka të bëjë me integrimin e parimeve të së drejtës së BE-s në vendimmarrjen gjyqësore. Në të ardhmen e afërt, dhe duhet ta kuptojmë që kjo ardhme është e afërt, qytetarët e BE-s mund të dëshirojnë të krijojnë biznese në Shqipëri, mund të duan të konsumojnë produkte të prodhuar në Shqipëri, të blejnë tokë në Shqipëri apo mallra, shërbime në Shqipëri. Për këtë arsye, ata do të presin që Shqipëria të zbatojë të njëjtat rregulla dhe të ofrojë të njëjtat garanci si çdo shtet tjetër antar i BE-s. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që ju duhet të jeni të familiarizuar me rregullat e tregut të brendshëm të BE-s, me standardet e BE-s për mbrojtjen e konsumatorëve, me parimet e lëvizjes së lirë të personave, mallrave, kapitaleve, shërbimeve apo me fusha të tjera. Dhe jam i vetëdijshëm që kjo përbën një sfidë shtesë në një situatë tashmë të vështirë dhe komplekse dhe për këtë arsye, projekti ynë BE-ja për drejtësinë do të vazhdojë të angazhohet intensivisht me ju për këtë çështje. Dhe kjo konferencë është hapi i parë që do të ecë në këtë punë, pra do të thellohet dhe zgjerohet më tej mbështetja jonë. Prandaj, më lejoni që në mbyllje të fjalës time të falenderoj ekspertët e projektit BE-ja për drejtësinë për punën e tyre dhe në veçanti për botimin e komenteve të dobishme që ato kanë bërë për kodin civil dhe kodin e procedurës civile. Shpresojmë që këto botime t'u lehtësojnë profesionistëve mbështetjen tek jurisprudenca e gjykatës së lartë në punën e tyre të përditshme. Më lejoni gjithashtu që t'ju siguroj për mbështetjen e mëtejshme që do të kemi me botime praktike për jurisprudencën e gjykatës kushtetuese, për kodet të tjera, si e drejta e punës familjare, penale. Faleminderit për ftesën dhe faleminderit për këtë konferencë kaq të rëndësishme. Shumë faleminderit zoti ambasador për fjalët tuaja, ku padyshim ashtu si edhe në rekomandimet që jep Bashkimi Evropian, gjejmë vlerësimin, gjejmë kritikën, gjejmë edhe motivimin. Dhe padyshim që janë orientime për të gjithë ne për ta bërë me të vërtetë drejtësinë shqiptare ashtu siç duhet, një drejtësi cilësore, të besueshme dhe me një siguri juridike për qytetarët. Kam kënaqësinë t'ja jap fjalën Gianluigi Pradola, një mik i hershëm i drejtësisë shqiptare, i cili do të bëjë një qasje krahasuese edhe me standardet e tjera të gjykatave të tjera homologe. Fjala është për ju, Gianluigi.